Çfarë po ndodh me Edi Ramën, që I kishte mbledh ato të vetët sot? Atje ka fillu një fushat propagandistike punët për Shqipërinë. Punët që kemi bëne për Shqipërinë. Ai ka gjitha ndorë. Mediat, propagandën, fuqinë e kontrollit absolut të publikut, të perceptimit publikut e ka ndorë vetë. Qa ka tani që ndjen nevojën me bëj një fushat që na kemi bë punë për Shqipërinë se s'ka bë si punë. Për kjo është e vërteta. Ai nuk ka bë si punë. I ka rënë ajo gërmadha propagandistike që ka ndërtu në 13 vite, ku rezulton se është një lider pa vizion, një lider I kontrolluar nga mafia, një lider të cilin e ve përpara korrupsioni, megalomania dhe për asnjë moment nuk e ka vu përpara interesi fillimisht I partisë vet, Partisë Socialiste, pse ashtu e kanë ata devizën, partia pastaj Shqipëria, po të kishte lënë gjë edhe për Shqipërinë. Nuk ka asnjë vepër publike që do mbahet mend edhe do thuhet shiko se këtë bëri Edi Rama. Bëri një aeroport në Kukës, dështim spektakolar, ikën miliona euro. Aeroportin e Vlorës po e dinë. Rruga Qukës Qafploç I futi 300 milion euro atje, kam marrë një natë, kam kalu një natë atje. Shofer, kam qenë duke vdek, kam qenë duke vjedh nga rruga. Rrugë më të keqe, nuk e bën më robi mbi tokë. Edhe çdo punë që ka nisë me bërë, rilindja urbane është një gërmadhë e flishur, e pa shembull që mund të ketë bërë ndonjëherë në udhëheqës në Shqipëri. E shiti me propaganda atëherë se po rikthejmë për turizmin e për gjithë me radhë. Në studimet e fundit të Institutit Statistikave, Shqipërinë e mban në këmbë akoma ndërtimi, sektori I ndërtimit dhe mbledhja e taksave. Pra turizmi nuk ishte në asnjë cep në furnizimin e prodhimit të brendshëm bruto të vendit tonë. Kishte mbledh sot këta halabakët e vet atje, hajdutët, çetën e hajdutëve. Dhe ajo që ishte interesante ishte se hakmarrje primitive, kishte tregu hakmarrje primitive me Elisa Spiropalin. E kishte ul atje me I cep në fund sallës atje me zeqinen. Kjo tregon që ai ka frikë edhe nga Elisa. Se çfarë po I bëj Elisa atij që nuk I rrezikon asnjë gjë Elisa. Por çuditërisht Elisa është pozicionuar në kushdo që pozicionohet kundër këtij, cila do qoftë arsyeja, është në të drejtë. Pra aq I ka qelbur me korrupsion, me propagandë, me hile, me pabesira, me gjitha që çdo njeri më I keq në botë qoftë brenda organizatës atij që pozicionohet kundër të këtij, direkt del duket si rob I mirë. Si na duket sot për shembull, na duket si njeri pozitiv Elisa Spiropali, Elisa që ka thënë ato gafat, ato skandalet e mëdha, ky është Skënderbeu, ky është kështu e ky është ashtu. Pra e ka qelb aq shumë sa që çdo lloj fushatet ndërmarr punët për Shqipërinë, kemi po këtë, kemi po ato, por do propagandojnë që ky ka bë punë për Shqipërinë. Në të gjitha rastet është një turp I madh që nuk do të mbulohet më. Dhe tani duke kalu koha, sa më shumë duke kalu koha dhe këti do I ekspozohen edhe më shumë. E kam thënë, këtë nuk është dënim burgu për këtë, është qerrja e maskës. Pra ky do të dalë si maskara I flishur, si hipokrit, si njeri I pabes. Kështu duhet dalë, edhe kështu do dalë ky. E pat dje par dje ai konja, Erion Braçja që ka votu të mos dënohet korrupsioni miliarda euro I Ramës edhe I Ballukut. Ai maskaraj që I bën sikur bën opozit në parlament, sikur sulmon ministrat, sikur I dhimbsen bujqit, sikur I dhimbsen
fshatarët e siguridhimse në gropat e rrugëve gjitha me radhë doli për tiste. Është ul çmimi i naftës, është bot çmimi i naftës. Dje e lan 2000 lek, 2050 lek, sot e kishin çu 2180 lek naftën. Le të dalë ai Langaraqi tani. Zari e Diramës, edhe të për ta sprap që e uli bordi çmimin e naftës, se bëjnë propagandën e Ramës. Paktën kanë çka kanë këta tjerët, ka pas çka ka pas e lista, nuk ka qenë ka qenë neveritshme sa ç'është Erion Braçja. Ky gabimisht është thirrë edhe socialist nga mediat edhe nga njerëzit në opinionin publik, ai s'ka lidhje me socializmin fare. S'ka lidhje me socialistët Erion Braçja. Erion Braçja është një servil që s'pas ka pas këll që as deri ke Elisa Spiropali. Pra këto janë punët që të përpiqet Edi Rama tani të harxojnë miliona lek për propagandë, për të thënë shqiptarëve që kanë bërë. Po çfarë do thotë? Cilën vepër publike do mburr? Keq mirë. Dohon me gjithë, po e heqim vizat, e heqim antarësimin NATO, kujton, shi sa vepra ka lënë ai Sali Berisha që thonte dy tik Sali Berisha, antarësimi i Shqipërisë NATO. Ne sot jemi në NATO, fal reformave, po fal edhe lobbingut, shërsi ka e solli koha, qeverisë së Sali Berishës. Sot shqiptarët, edhe këta langaraqet që bëj ham do t'ik Berisha, lëvizin nëpër Europë si njerëz, fal reformave që bëri Sali Berisha për të heq vizat. Tek veprat publike, ke hidrocentralin e Devollit, atë të Gramshit, që është ai i madhi atje që i bë nga një nga firmat më prestigjioze në botë të shtat Gramshit. Ke rrugën e Kombit, një vepër spektakolare që ka bashku Kombin. Pra këto mahen men dhe kanë qenë vepra që kanë bë epokë. Nxirni më gjeni një vepër tjetër që ka bë ky njeri në 13 vjet pushtet, ka pas pushtet absolut, se ka pas mazhorancë absolute, nuk ka pas nevojë me ju lut kujt për vota në parlament, se ka vjedh në mënyrë spektakolare që të ketë mazhorancën absolute siç e ka sot. Një vepër të ngjashme nga këto siç thash tani. Ose më gjeni një vepër në bujqësi. Pra gjatë kohës Berishës, nëse shihni sot kodra e luginave, të luginës Shkumbinit, luginës Vjosës, të luginës kur ikën për në Vlorë, kodrat e veshura me ulli edhe me pemtore, janë të gjitha fal financimeve që ka marrë bujqësia në kohën kur qeveriste qeveria e shkuar para 2013-s. Këto janë vepra që ngelen. Nuk është vepër që ngelet rruga e Arbrit që e pati ky si një kujtoni premtim të madh. Rruga e Arbrit nuk ka neveri më të madhe me propagandën që ka bërë me atë rrugë, dhe në realitet shkosh gati thynj qafën e të vje për të vjellë edhe kur ikën lart edhe kur vjen poshtë në atë rrugë, sepse e ka bërë mizerje. Pa shtu këtu frikën se po shemë tuneli sot, po shemë tuneli nesër, apo po shemë në një kthese në një vend që rrëshkete, kështu të gjithë më radhë. Kështu që sido që tjetë kjo nisma e fundit, tregon dëshpërimin e këtij, tregon dëshpërimin e një mashtruesi që fal një populli që s'reagon, fal një populli që s'kupton, fal një populli që konformohet, ka mbietuar për 13 vjet si kryeministër i vendit, me mashtrime, vetëm me mashtrime. Nuk ka thash asnjë gjë më gjini një vepër publike që do t'rregojnë ky me aksionin e fundit, punët për Shqipërinë. Pra më gjini një vepër publike të vlefshme që ky mund ta tregojnë dhe të thotë punët për Shqipërinë janë këto, 1, 2, 3, 4, 5. Nuk ka asnjë. Është dështim spektakolar. Ju përshëndes me këtë ullirin shekullor mbrapa shtëpive.